Allahu i lartësuar shpesh herë edhe tek pejgamberët më parë sillte mrekulli të ndryshme në mënyrë që njerëzve t'ju ashtonte besim. Një mrekulli e tillë ndodhi me Muhamedin alayhis salam, siç tregon një shok i tij i quajtur Anas ibn Malik, Allahu qoftë i kënaqur me të. Thot, po kërkonim ujë për të marrë abdes, mirë po nuk po gjeni. Sollën, thot, njerëzit një enë me ujë tek Muhamedi alayhis salam, i cili i futi gishtëritë e tij në këtë enë me ujë dhe i urdhëroi njerëzit që të merrnin abdes nga ky ujë. Ndërkohë, thot, e pash se si uji buronte dhe dilte nga gishtëritë e Muhamedit alayhis salam, saqë të gjithë ne morëm abdes nga kjo enë e vogël me ujë. Këto janë mrekulli të cilat ndodhin me lejen e krijuesit, me lejen e Zotit, dhe Allahu është i fuqishëm për çdo gjë.